Nëse akti i demokracisë dhe progresit në Ballkanin Perëndimor miratohet nga Kongresi e Senati Amerikan dhe nënshkruhet nga presidenti Donald Trump, atëherë SBA-ja do të angazhohet që politika e saj e jashtme të mos e mbështesë ndarjen e territoreve, shkëputjen apo ndonjë ndryshim tjetër kufish në Ballkanin Perëndimor. Në projekt ligj theksi është vënë te Kosova e Serbia si dhe te Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë. SBA-ja nuk do të ndjekë asnjë politikë që mbështet shkëmbimet e territoreve, shkëputjen ose forma të tjera të rivizatimit të kufive përgjatë vijave etnike në Ballkanin Perëndimor, si një mjet për të arbitruar mosmarrëveshjet midis shteteve kombëtare në rajon. Në seksionin 11 të projektligjit, ku flitet për raportet midis Kosovës dhe Serbisë, theksohet se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve e arritur më 27 shkurt 2023 me mbështetjen e Bashkimit Evropian duhet të zbatohet shpejt. Në pikën 4 të këtij seksioni përmendet njohja e ndërsjellë si qëllim final. Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë ta mbështesin një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse midis Kosovës dhe Serbisë, bazuar në njohje reciproke. Dokumenti është referuar Komitetit për Punë të Jashtme dhe Komitetit të Drejtësisë për shqyrtim më 9 tetor. Një tjetër pjesë e projektligjit fokusohet tek ndikimi rus dhe kinez në rajon, duke kërkuar një raport brenda 180 ditësh nga sekretari i shtetit dhe drejtuesit e agjencive amerikane për ndikimet keqdashëse në Ballkan. Diskutimet për shkëmbimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur më intensivisht rreth vitit 2018, pas disa vitesh bllokimi në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ideja parashikonte ndryshimin e kufive kryesisht për zonat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe ato me shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Tentime të vazhdueshme për ndryshim kufish ka edhe në Bosnjë-Hercegovinë, ku entiteti serb në vazhdimsi ka bërë përpjekje për shkëputjen nga pjesa tjetër e vendit.